ku Allahu në surën Kaf e tregon wa uridu ala rabbika saffa, do I paraqitet njerëzit para Allahut të rreshtuar në rreshta, dhe pastaj Allahu xhallahu do ja paraqet secilit regjistrin e veprave të tija. Wa wudi'a al-kitab, dhe do vendoset peshorja, do I jep secili regjistri I veprave të tija. E kur t'i hapi njerëzit regjistrat e veprave të veta, secili njeri regjistrin e vet, do të thojnë njerëzit, e përmend Allahu I Madhëshëm në Kur'an, ma li hadha al-kitab. Ç'pas ka ky libër? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. S'pas kalon asnjë vepër, qoftë e madhe apo e vogël, pa regjistru. Subhanallah. Edhe regjistri I veprave tona, të mira dhe të këqija, është përmend edhe në surën Zelzele, ku Allah I Madhëshëm në fund të kësaj sure përmend ya'mal mithqala dharratin khayran yara, kush bën sa një grimc të vogël atomi vepra të mira ka për ta pa, dhe kush bën sa një grimc të vogël të veprave të këqija ka për ta pa. Para Allahut ka më dalë si regjistrimi I asaj vepre që na e kemi bu. E tani kjo është porosia që njerëzit të jenë vëmendshëm e të kujdesshëm se nuk I ik Allahut asgjë. Çka do që jemi bu na, ka me qenë e regjistruar dhe paraqitur para nesh, na do të habitemi bile, sepse na me kalimin e kohës mëkatet e kalume I kemi mbi shtresuar me mëkate të reja dhe I kemi haru që I kemi bu. Edhe andaj kur do I shofsh të gjitha veprat tuaja që I ke bu, edhe ato që ti ke haru, do të befasohesh për skeqi për ty, se do thot edhe andaj do të thosh këtë fjalë, mali hadha kitab, ç'pas ka ky libër. Ç'a pas ka ndodhur? Keq çka ka mboj kam përgjithësu. Dhe ti ke mendu e ki haru ti, kanë haru njerëzit edhe ajo mo ka kaluar. Din si themi të na në gjuhën e popullit është bë vepër e vjetër, edhe amneston gjyqi. Janë ato ligjet pozitive këtu te na, që kur një vepër penale bëhet e vjetër, domethënë e humbat efektin domethënë retroaktiv. Te Allahu nuk vjetërsohet asnjë vepër. Po çto kena munalo çpak tash. Po. Ditën e gjykimit e kena librin me veprat tona. Allahu do të na falë inshallah. Shife tash. Edhe nuk do të na turprojnë atë aspektin këtë bota me ditë çfarë çia kena marrë. Tash këtu është shumë e rëndësishme në këtë moment më undal edhe me I bën analizë këtij momentit. Allahu ka me mëshiru dikën. Allahu ka me afshi gjuna dikujt prej librit. Ama edhe ka me turpnu dikën. Që s'është mohabeti Allahu ka me na mëshiru. Absolutisht. Po dikën ka me mëshiru, dikën ka me afshi gjuna që I ka bërë dhe s'ka me gjetë në regjistër, ama dikën edhe ka me turpnu. Për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në ditën e llogarisë, pas ringjalljes, secili tradhtar, fjala tradhti është e madhe, pe atij që tradhton fen, e tradhton kombin, e tradhton domethënë detyrën, secili tradhtar, tradhtia të mëdha që thotë, do I vendoset një flamur në vithet e tija, edhe ka më shkruajt kjo është domethënë ndëshkimi I tradhtisë. E ky ka mu turpnu, domethënë para njerëzve. Për shembull ato tradhtinë e tij e kanë ditë për shembull 500 veta, 1000 veta, 5000 veta, 10000 veta, 1 milion, 2 milion njerëz. Aty të morë vesh këtë krijesat, miliarda njerëz kanë më që kjo është kontradktari. Tash kjo shprehje prapanit. Po, kjo është për ta poshtru. Për ta poshtru. Me flamur prapanit. Ka tradhtu, do thotë një amanet. Shumë konkluditari I shtetit vet edhe ka bëu marrëveshje me shtetin armiqësor edhe ka dorëzuar shtetin vet atij për shembull. Po. Ose ka pas amanet të fen. Edhe ka tradhtu amanetin e fesë, me sa ai me pra fen ka luftu, ka punu kundër fesë. Është moment shumë, edhe shumë I ndihshëm edhe shumë serioz.